Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, fillimisht një herë uroj që t'jeni mirë. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit. Dua pak të ndaloj tek ferma VIP dhe tek momenti më i bukur që sonte të gjithë presim në fakt që t'i ndodh Mimoza Ahmetit. Tashmë të gjithë e dini, Mimoza Ahmeti sonte do të ketë fatin që të shpallet finalistja e parë. Jeta është befasi dhe realisht jeta të surprizon në momentin kur ti nuk e pret, në momentin kur ti nuk e beson që ajo gjë do të ndodh ashtu siç në fakt as nuk e ke patur në plan. Mimoza Ahmeti është një personazh e cila ka luftuar pafund, ka treguar vlerat e saj të vetes, ka treguar dimensione të ndryshme të vetes, për të hyrë në këtë tregun e madh të egër të artit, por e ka patur shumë të vështirë që të arrijë në këto stada. Hyrja në ferma VIP, unë mendoj që ishte një dhuratë e bukur për Mimozën, ishte një surprizë që realisht askush nuk e priste që Mimoza Ahmeti, një personazh që ne kemi dëgjuar vetëm në poezi, e kemi dëgjuar në momente shumë serioze, të nxirrte edhe këtë anën të saj, humorin me plot jetë, sepse ka humor dhe humor. Por Mimoza, çdo fjalë që e thot, qoftë edhe një debat të thjesht që e bën brenda në ferm, brenda saj ka humor, do të thënë nuk të çon asnjëherë në ato stadat ekstreme të vetes tënde që ti të ndjehesh keq apo të lëndohesh. Edhe në debate Mimoza nuk lëndon, por e kanë lënduar. Brenda në ferm, Mimoza krijoi një afrimitet, krijoi një moment të bukur, krijoi një emocion të afërt si djalin e saj me bujakën, dhe gjatë ditës së sotme isha duke i ndjekur kur qëndronin në kuzhinë të dy me bujakën, Mimoza i thonte bujakës, edhe pse më duket pak e pabesueshme, që do me thënë ne të dy do të shkojmë në finale, do kisha dashur me shumë shpirt që të ishe ti pjesë e finales së madhe. Dhe unë këtë dhëmshurinë realisht e kam prekur te Mimoza dhe në disa raste të tjera që Mimoza në atë momentin e të tjerëve, në ato sikletet, le të themi në thonjzat e të tjerëve, Mimoza gjithmonë ka ditur të tregon se është njeri, Mimoza gjithmonë ka ditur të tregon se është e veçantë. Dhe këtë gjë e pash edhe te bujaka, do me thënë ato të tjerët as nuk u intereson, luftojnë masovikisht se kush do të shkon më përpara në finalen e madhe, kush do të jetë më përpara në podin final. Mimoza është duke menduar se si të shkon në finale me mikun e saj të afërt, me të cilin u ndërtua një rrugë shumë e bukur brenda shtëpisë së ferma VIP. Shumica më pyesin Tiron çfarë surprize mund të ketë sonte Mimoza Ahmeti. Sonte Mimoza nuk do të ketë një surprizë, sepse surprizën e kanë lënë për natën e finales, do me thënë për datën 15 qershor. Nuk e besoj që sonte Mimoza do ta ketë surprizën e madhe. Sonte do të jetë vetëm momenti glamur kur Arbana Osmani do të tregoj emrin e banorit i cili do të prekën finalen, që unë jam i bindur që është Mimoza, sepse po të mos jetë Mimoza, sinqerisht do të më dëshpërojnë shumë, dhe më pas do me thënë do të vazhdon spektakli sikur ka qenë në pritje të një dalje apo dy dalje nga ferma, po duke qenë se ka edhe pothuajse 2 javë, mendoj që do të ketë një dalje nga ferma VIP.